Të nderuar shikues, mirë mbrëma, takohemi në emisionin numër 57, podcastit ton me një tjetër figurë të nderuar të sportit shkodran dhe sportit shqiptar. Do të ndalem sot tek një personazh, një nga më të njohurit të sportit të shklizmit, pikërisht një nga ato emra që kanë bërë historinë e këtij sporti, sidomos në vitet 80, duke qenë dominues jo vetëm në Shqipëri, por duke spikatur edhe në garë ndërkombëtare. Jemi sonë në këtë emision me kampionin e vllaznisë dhe të Shqipërisë, Syt Kitafili. Syt Kitafili, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, të zgjesh. Na keni munguar prej vitesh, dhe ndoshta kjo mungesë, me qenë se jetoni jashtë Shqipërisë, ka bërë që deri diku ndoshta edhe emri të harrohet, por nuk ka si të harron rezultatet tuaja dhe të kolegëve tuaj. Faleminderit. Jeri ju përshëndes ju, edhe stafin Gazeta Shkodra Sport. Për punën e madhe që jeni të bërë, e që ke bërë vazhdimisht, je keni gjithmonë prezent në rrugën tonë të sportit. Fakt është kënaqësi edhe për mua dhe për stafin tonë, sepse flasim dhe shkruajmë për kampionat. Dhe ku ka më bukur se të përmendesh historinë e sportit në Shkodër. Patjetër. Me tamam që siç e thellë ti, ka shumë vite që ndodhem jashtë, dihet arsyeja ekonomike, na bani më shkut. Në momentin e fundit që u shkutan nga sporti, isha trajneri i ekipit vllaznisë, ku pa përmendin këtë fundit, sepse është, si me thonë, karriera ma shkurt si trajner. Bona 3 vite trajner, i herë me të rritë, pastaj me të rriturit, ku arrita nga zero, si ishte ciklizmi, pa ciklista, loca të ri, dhe rezultati ishte me vend dytë në rreth ciklistik. Pastaj, arsyeja që u shkuta ishte sepse s'kisha përkrahje. 3 vitet si trajner aty është ndoshta nuk mbahen shumë mend nga sportdarësit, por mbahen mend për ato finishet e bukura në sheshin e Parrutës, apo edhe duke dëgjuar në Radio Tirana kronikat e etapave të rrethit ciklistik, ku Dyshja Tafili dhe Ibrahim Syka kanë qenë të spikatur në vitet 80. Po, vërtet ishte një nivel shumë i lartë i ciklizmit, po filloi herë nga fillimi i viteve tona. Pasi filloi agimi, dihet rezultatet e tija, nuk ka nevoja me i përmend, sepse dihet kush është agimi. Unë kur ardha në ekip me të rit, gjeta ca ciklista shumë të mirë për kohën, por ishte në mesin e tyre ishte edhe Ibrahim Syka, që pastaj vazhdu me rrugtimin. 2 vitet e para unë zona vend dytë, Ibrahimi vend parë, por si ekip vend parë që diskutohet, dhe rezultatet ishin shumë të larta për nivelin e ciklizmit në atë kohë, edhe për bicikletat që kishim, sepse ishin bicikletat thjeshta, siç dihet velamos e favorit si kanë qenë në atë kohë. Gjatë Sytki, pse zgjodhët edhe ju sportin ciklizmit, apo ishte agimi arsyeja? Atëherë vllai i madh, ai që ju tërhoqi këtë sport. Arsyeja më e madhe ishte agimi, diskutohet. Por kishte edhe arsye të tjera, sepse siç dihet, Bërdica ishte afër me Shkodrën, rreth 6 kilometra. Nuk ka qenë e pavështirë të merresh atëherë me sport, sepse kushtet nuk ishin. Duke parë se ciklistët kaloshin vazhdimisht në të rrugë, dhe kishim edhe një mësues fizikulture të apasionuar për sportin, siç dihet, siç e njohin shumë kush se kanë edhe drejtues në Komitet Ekzekutiv për Sportet, Bari Aslani. Ai ishte i apasionuar dhe ai pa diçka te ne, po më shumë fillim tek agimi. Po ja sugjeroi. Plus pastaj si shifshim ciklistët se shpesh nalshin, nëse të kujtohet se ti je më i vogël se unë, po aty ka kanë një si aty pompa, si ka furnizuar gjithë zonën e kooperativa me ujë. Aty u mbledhshin ciklistat edhe mas stërvitjet, edhe na i shifshim, na u krijuai pasion. Plus delshim me bicikleta, aja kanë mjeti. Edhe filloi agimi, as agimit, pastaj më hini dëshira edhe mu. Trajneri gjithashtu është Demorici, si s'do të harrohet. Trajneri i 3 të vllaznisë në të Ishte i 3 në atë kohë. Ai vazhdimisht duke portë agimi se ishte absolut. Të shote që të merr shallon pastaj. E hina në sportit, po mendoj se ka marrë rezultat. Shpesh ndodh që
ka 2 apo 3 vëllezër, 2 apo 3 motra pjesëtare të një familje që merren me sport, por rrallë ndodh që të jenë pothuajse në një nivele të larta. Por me vëllezërit të Afili ka ndodhur ajo që në fakt të gjithë i ka bërë përshtypje, të dy keni qenë në nivele të larta. Pa diskutim, unë janë, për shumë kush në Shkodër nuk kanë menduar se jemi 2 vëllezër, po 3, bashkë me Brahimin. Pa të dyshim. Se kena shku, me të gjithë kena shku si vëllezër, sa kanë kohë atjerë, kena shku si vëllezër, kena do çdo gjë bashkë. Por me Brahimin dihet se zgjati një karrierë shumë e zgjatë, shumë e fuqishme. Rezultatet ishin fut me teknika të reja në ciklizëm. Fal agimit, po edhe ne nuk ishim larg, punë sekondash. Me Brahimin në ndroshin nivelet. Herë Brahimi vend 2, herë në vend 2, herë vend 3. Mendoj se mirë ka shku si. E filluat edhe me iniciativën e Rushdi Muriqit për qenë pjesë e ekipit të rive. Dhe tha që njëkohësisht ishte edhe Ibrahim Sykja në ekip. Kur ishte Ibrahim Sykja, kishte ma eksperiencë, diskutohet, sepse kishte 1 vit para meje që ishte marrë me sport, me sa dijon 1 vit. Kishte paramet, kishte eksperiencën plus si Ibrahimi përpara marrë edhe me basketball më duket. Aty duke pas eksperiencë Ibrahimi, pastaj mas e vitit u kthy edhe Agimi, 2 vitesh u kthy edhe Agimi për Partizanit, u kriju me një treshë shumë e fuqishme. Edhe mund të them se nuk ka ndodhur nëse vend botës nuk ka ndodhur, si të zëhet vendi i parë, i dytë, i tretë. Nga çlirë një ekip. Njëjtit ekip, plus vend parë si ekip. Vetëm defektet janë kanë arsyeja kryesore që ne ose dihet se Shkodra ka një fije e aneksuar nga ekipet e tjera sepse na kanë qyrë me synin gjithmonë negativ. Nuk kanë pas dëshirë se ne të ishim superior. A dhe shumë punë e madhe që ne të ishim me fjalë superior ndaj të tjerëve. A mund na kujtoni edhe çlizët e parë që gjetet tek ekipi i trive? Atëherë kur unë ardha për herë të parë te ekipi i trive ka qenë Brahimi, Anton Shestani, Sali Salihi, Sabri Sinori, këta ishin në fillim. Se të tjerë të kalun me të rritër, Mendo Sheqeri, Gzim Ferracaki ishte më i madh, po Agim Ferracaki edhe ai kishte kalu me të rritërit. Me fjalë, unë kam zgjedhur Mendo Sheqerin, Sali Salin, Ibrahim Sykën, pastaj ardhën edhe të tjerë, Sabah, nësë më kujtohet me emri, Sabahi, ka kanë Gilman Selvia, ka kanë, mendoj ardhën edhe të tjerë. Po u bë një ekip i fuqishëm, kujtoj se mesatari atëherë arriti 38 orë. Me të rritë? Me të rritë, me Velamos, nuk ka kanë gjallet. Dhe në rrugët? E rrugët diskutohet se janë kanë skandal në të kohë. Sidomos rruga Taravic ishte pa përballueshme. Të fillosh nga male Jushit e deri në Balldanë ishte kanë koshin shoferat, imagjinoni me bicikletë. Në vit të dënjë kthehet Agimi nga ushtria, nga aktivizimet me Partizanin, edhe me eksperiencë, sepse kishte fituar rrethë ciklistike, u bashkuat edhe ju dyshja e trive, Syka ta Fili. Atëherë, jo se a kanë vëllai hem, po Agimi ka pas një pasion të jashtëzakonshëm. Agimi nëpërmjet pasionit tij apasionuam edhe ne. Duke parë nivelin e Agimit, ne duke u stërvit me Agimin, duke arrit të njëjtin nivel me Agimin, e dishim se do të kishim rezultat të mirë në rreth ciklistik. Sepse gara më rëndësishme e vitit dihet se kanë rreth ciklistik. Ne kemi bërë shumë gara, kemi filluar me ciklokros, kemi bërë garat e Kofinit, garat e Kup Gazetit, Kup Sportit, Kup garat e Nanorit, ka qenë shumë gara. Gjithë viti ka qenë i mbushur me këtë. Plus si kena kalu rreth 4-5 muaj, 6 muaj në gromullim, se bashim edhe gromullim me përfaqësuar shtetit. Se do të më arrit një rezultat që me përballu ekipeve të jashtme
sepse kishte hije Afrika, nga që përpara kishin marrë pjesë jashtë shtetit, ciklistët, por nuk kishin pas rezultat mjaftueshëm. Kështu që edhe shteti nuk arrishin deri në atë pikë sa me çuja shtetit, ja s'po çojmë, ja pa delte një me biografi, një tjetër me një problem tjetër, ja niveli ja i lartë. Kur bëmë në me fjalën e ishim baza e ekipit kombëtar, Tresha Vllaznisë. Se të ki për të rikthyer tek agimi, sepse është emri ndoshta më i madh i sportit të ciklizmit. Brahim Syka në një intervistë këtu në podcastin tonë është shprehur që agimi kishte avanconte, sillte teknika që ndoshta edhe sot janë moderne përpara 30-40 vitesh. Unë mund t'jap vetëm një shembull në Turqi ishte një garë me polak, ishin ekipi më i fuqishëm, më teknik në të kohë. Ata banë një tip kontraherët si nëse kishim panë. Na bashim kontraherët tu, e ishim shumë rezultative, ishim shumë më të fortë se këta të ekipive shqiptare. Kur i pa më ata si na ikin si më shkut me motor. I lanë ciklistët të tjerë mrapa. Agimi në hatin sekonda këtë stilin e tyne, në organizaj, edhe u da me 2 sekonda vend dytë me ekipin polak, si rezultat në përfundim. Kjo ishte i moment, po ka pas shumë momente, a kenë shumë vigilent si kapiten, sa i ka bo kapiten edhe dihet në shkallë ndërkombëtare. Ka qenë kapiteni vërtet, se jo thjesht kapiten për të majtur emrin, por dihet se ai për 11 vjet fitoi anketën në sportistat më të mirë Shqipërisë, me fitu anketën në sportistat më të mirë Shqipërisë. Duke bërë garën ciklizëm, nuk është lloj si me sportet tjera, pavarësisht se ciklizmi është i fije në nërsuar, por mendoj se ka ardhur koha që Shkodra t'i japin një dorë ciklizmit, sepse bicikleta në Shkodër ka një mjet kryesor. Edhe është prapë. Si ja përdor, nuk ka pas shtëpi në Shkodër se s'ka pas bicikletë. Në për atë punë pa të rezultat. Nëndaj ka pas kampiona të vazhdueshëm Shkodër. Ka fillu me Gjirbekte, me Moriste, me ne, ka pas ciklista se s'kan dalë port, por kanë pas rezultate. Por vitet 80 ditë se kemi pas, unë kujtaj një ekipore Dorë Spir, doli me 28 në orë, mesatarja. 28 në orë nuk arrin sot në Gjirot Italisë. Për me dalë me 28 në orë, do të me esë me 70 në orë të anë rrugën. A i imagjinat, ndërse ka disheza, ka malore, ka fushore. Për të qenë më të qartë për teleshikuesit, ekipor do të thotë 4 apo 5, maksimumi 6 ciklistë të një ekipit. Po, kur nisesh ekipe, kur 5 minutash e kush e përshkatëkohen më shpejt. Janë vetëm 4 apo 5 ciklistë ose 6 maksimumi, të cilët ekipi përbëhet prej 6. Po minimumu duhet të jenë 3. Duhet të jenë 3 që me mbledh kohën e të 3-ve për shkuar në ekipore. E na doli 28 në orë. Një rezultat shumë i lartë. Nuk i përmend kush, po janë rezultate që kanë vetë. Inshallah janë kundatar Shqipo, inshallah kanë rrit. Pastaj, po të flas për karrierën time. Ta fillojmë tek viti 81. Erdhi agimi nga ushtria, nga periudha me Partizanin dhe kalua tek të rriturin, ku trajneri ishte Gani Moriçi. Ishte Gani Moriçi. Fillu me një stërvitje intensive, agimi duke pas eksperiencë, filloi gradualisht duke na shpjegu se si duhet me reagu me stërvitin, mos me pas probleme në gara, kupton se njëri ti mund bërë stërvitje sa të dësh, po pastaj kur të shkosh në gara duhet me të dhënë rezultat stërvitja. Edhe në pas programe si përpunoshin me pastramet me Gani Moriçin, trajnerin, arrit me shumë shpejt që të shifte rezultati. Që në rrethin e parë ne dha me rezultat, pavarësisht se s'dol me të parë, po dol me nërtë parë. Pastaj mos... Në fakt ka qenë vështirë të thyesh Partizanin, Dinamon apo ekipet e tjera? Ka qenë shumë e vështirë sepse ishin ciklista që ishin me vite kampiona, kishte ekipe konkurrente shumë. Vetëm Tirana ka pas 4 ekipe. Partizani, Dinamo, Studenti, 17 nëntori. Edhe janë kanë gjithë
ciklista me eksperiencë, ciklista të mirë. Plus ishte Apollonia, Lokomotiva, Flamurtari, Porsche, Albasani, kanë pas tanë ekipet mira. Edhe arrit me thy, aty në nuk ju besote, se shifshin djemë të si ka mundësi këta të 3 vendet para, se s'kishtë ndodhë. Si ka mundësi këta si pa i dzojnë të vendet para, mësunë me se e panin. Në të ishtë baza ka qenë ju treshja, por ka pas edhe sportistë tjerë në ato vite që keni gjetur tek ekipit të rriturve. Pavarësisht tek Vllaznia, pavarësisht se ndoshta nuk kanë lënë shumë gjurmë, por kanë qenë pjesë e ekipit në ato vite. Shumë gjurmë. Edhe kanë lënë gjurmë sepse ishin pjesë e ekipit. Notë që një prej nesh mos ishte, se nuk është të thonin me kanë gjithmonë në formë. Pikërisht, duhet të zëvendësuar nga dikush. Do të mos zëvendësu, ka kanë Ferrat Sako, ka kanë Gzim, me Gzimin ka taku pak. Gzim Ferrat Sako vllai Gzimin. Ka kanë Sabri Sinori, ka kanë Hyrën Puka. Sali Salihi ma shumë ishte me të rritë, po Sali Salihi pat një perspektivë të mirë, po jeta si me thonë e shkudi fje për sportit, po në patarë kecë për Salihin, sepse kishte elementi mirë për ciklizëm, edhe kishte me pasjen. Kishte edhe tjerë, pas taj që edhe i harrej për momentin, po Hilmi Lala, ne kena gjithë aty, Lal Hepovin, Zeja, si ka pas Pulcinakon, Majman Sami Ahmetin, thënë ka kanë një ciklist, mund t'ishte ba shumë i mirë, po, si me thënë, nuk e ka vazhdu fort karrierën, ose s'ka pas ciklista në ekip që mos tërvit të amana, nuk e di. Fakt e rëndësishme për një ekip ciklizme është të ketë edhe konkurrencë brenda ekipit. Po të konkurrencë as diskutohet që vetëm s'ke që banë. Mundesh me arrit diçka, po prep, kur ke konkurrencë, je ma e shef formën tonë ku je. Dhe gradualisht erdhën titullt kampion, edhe fitimi i rrethit ciklistike nga Vllaznia. Pa tjetër, kemi që në vitin 82-83 kanë fillu vendet e para 2-3 si individ edhe si ekip, që arrit me rreth 8 herë kampion si ekip, plus Agimi 6 herë kampion absolut, po kena edhe rrethe që kena humë për defekte. Jo për formë, po për defekte. Kena edhe rrethe që kena humë për fajgjistarisë. Për fajt në ka dalë diqka, në ka qëllu me në dalë edhe treni për para, me në pengu rrugën. Në Shkodër u pa të thënë që në të vite ka qenë e qëllimshme, vësaj, apo... Po kështu mendoj sepse nuk është rastësi me dalë edhe treni para, me dalë edhe lopë për para. Dalën lopë për para, dhe rrëth ishin shumë lopë. Kena hum vetëm me lopë, kena hum 1 minutë e gjys. Edhe me trenin 2 minuta e gjys, edhe rritme me thyrë rekord. Duke çfarë shpejtësiet pastaj keni bërë për pjesën tjetër të garës? Por janë për të përmend shumë rrethe ciklistike. Unë për veti kam pas dy rrethet i kam hum, një rrethe e huma etapën e fundit, se isha 9 minuta para. Edhe i rreth tjetër jam kanë në etapë para fundit të arë prej Korçët, në krab, në majtë krab të edhin se për disheza unë jam kanë absolut. Për kjo desha të pysë, për të disheza. Mosell goma, nuk ishte njët mira e mastiqa, se atëherë kena njët gomat me tip masticet, si kanë përdor, nuk e di për qa kanë përdoret u shkrite. Me njët gomat mos me të sjell, atë kishin ujë fjet but, po mos sjell goma më për të smujta mes në dishezë, e më gjuni grupi edhe herë. Isha ma shumë se 9 minutë, më kënë para edhe të herë. E huma, në rrethin. Gjatë fituat vitin 88? Në 88 fituat. Ashtë kulmi ju e besoj në aspektin individual? Po, në vitin e 1986 për herë të parë, pruna medaljen në historinë e Shqipërisë për ciklizmin, kam për medaljen, si kam zënë vend 3 Stambollizmit, pastaj edhe si ekip zonë me vend 2, plus pastaj filloi ekipi me zonë individ, kena zonë prap vendet 2 të para,
Vazhduam, pa më ardhë vitin 19 që është djetë, fillon sportet mu shkuti që ik nga sëndroj sistemi. Sutke, unë kam në arkiven time, por edhe ju, i keni natyrisht disa foto të atyre viteve në sheshin e Parrucës, besoj që edhe ju të bëhet mundur edhe shikuesve tanë, një shesh i mbushur, një korridor për 100 metra për të pritur ciklistës. Unë mirë se ma kujtohen dhe të falenderoj shumë tifozat e Shkodrës, gjithë rrethinat e Shkodrës, se ne kanë fillu qënë në laq të Milotit, a mush me tifoza, sepse ishin gjithë tifoza me ne. Delshin prej Shkodrët me motora, se atëherë motora janë me bicikleta, me na prit, e me na uru, se dishin se Është sigur se diqa minimumi njëri nga ne të vinde, po. Por me gjithmonë jam shumë krenar për ata vite, sepse kemi qenë një ekip harmonik, që na kishin gjithë ekipet zili. Ndaç nga shtatlarësia, ndaç nga veshja, ndaç nga eleganca e tecmit, na nuk kena bë vetëm sport, po na kena pas edhe elegancë edhe pamje të bukur. I kena shtit merrin ciklistave tjerë vetëm me pamjen. Ata kishin frikë kur na shifshin ne se vishim në nisje. Vitet merren nga ne. Se dishin se edhe rrishin vazhdimisht duke na pyetur ciklistat me eksperiencë, ku do bani të fort, ku do bani kundër erët, ku do se doshin më ndaj sa më afër nesh që me mujt me përfitu ose me të mbrapa. Sepse e dini që diçka do ndodhte, ishte planifikuar gjatë rrugës. Që e kanë kënë në fjallë bukuria e avantajit tonë, kena pas një organizim shumë të shpet dhe kundërera shumë forta. Që do të thotë? Si njerëzit nuk e din që do të thotë kundërera. Kundërera për të kputur grupin e madh ciklistëve. O mleshim ekipi jonë, 3-4 vetë që ishim ne, ma kryesorët, mëllshim krahin, që mos vishin mos neshim me ju priterën, dhe nuk rezistoshin fuqis tonë. Dhe ne aty fitoshim minutës si ekip, se atëherë ekipi ka pas shumë rëndësi të veçantë. Ekipit i ka marrë shumë rëndësi atëherë se individit. Pavarësisht se individi u përmende, po jo si sot, atëherë ekipit i kushtoshin rëndësi. Kurse tash e kanë harruar se ekipi atëherë ka pas rëndësi. Nuk e përmendin shumë. Po ne kemi fituar shumë si ekip. Sutke, ju jetoni prej vitesh në Itali, keni jetën tuaj bashkë me familjen tuaj, por kur rikthen mendjen tek ato finiqet e Shkodrës kryesisht, por edhe të tjerat me atë mori njerëzish duke pritur ju rikthehen emocionet? Pati, unë po shikosh se tash është Giro i Italisë. Po jepet në ta momente. Edhe e shoh Giron e Italisë. Po më kujtojnë tifozët se jo ma pak tifoza kemi pas ne, sidomos në Shkodër tifozat, unë kujtoj se u bate vazhdimisht kronometër individual në Shkodër. Të edhin në Shkodër, kopë Shkodër, a bazë gjithmonë. Edhe për me baj qik hile, se fitoshim vazhdimisht në kronometrat. Shkojnë Gjirokastër, Esposturin në Gjirokastër, esposturin në Korçë. Andaj ka nuk e njekëshin, sepse këtu në Shkodër, gjithë tifozët delshin me sahata në dorë të matë kohën. Dhe duke treguar që 4 minuta përpara. Jo, shifshin hilet, vishin direkt të gjystari aty, i kërkoshin llogari gjystari. A kënë shumë kohë bukur. Kam nostalgji, me gjithmonë kam nostalgji. Vit 88, i pari i Shqipërisë, me miri. Atëherë në vitin 88, kisha dhe i fijet e egon, sepse më bane një hile kur u ban klasifikimi për me shku në Austri, e parë se isha në formë shumë mirë, edhe ndiqa më bane në atë me kohën, për mas me më basën nga si ishim dy vlezën, dihet se dy vlezën atëherë janë kanë i fije problem ko komunizmit. Edhe nuk shuë, edhe unë e kisha i fije si atë, si me thonë, kishte me të pak edhe mas i mujët, u bërë rrëthi ciklistik. Ishte etapa e parë Tiranë-Shkodër, e të ku a ban
me fjalla Bakavora, ishte 130 sa kilometra etapë, edhe del një tuk dele për para. Edhe në si që ishim me të shpeci, gjithë nalen kam në tokë, unë midis, u hap koridori Për fatin tonë. deleve, u hap me dorë. Merën 2-3 qiklista mas me shpecia 21 orë ka dalë mesatarja. E etapës. Tiranë, Shkodër, Halash të rekordi thymë, i pa thymë falë, edhe dola i pari. Me gjithë se më gjithë rrugën mrapa, fitova dhe finishin, dola i pari ishte Arden Feraizi më kujtojtë mas me jetë, Emiliano Mustafa dhe Spartak Qela. Dhe rrujtë deri në fund distancën? Fitova dhe kronometrin indivit e Shkodër, Koplik Shkodër, pastaj rrujtë atë në distancë me fjalë deri në fund. Po, thyme shumë rekorde, më kujtojtë e i rrath qiklistik doli shumë shpejtësie në altë mesatare. Si në Gjirot Italisë. Kjo ishte në aspektin personal, por tifozët, sërish, ndalim të tifozët, mbajnë mend atë etapën e famshme, Korç Durrës. Atëherë ka... Dhe çmendërinë tuaj, kryesisht por edhe kolegëve tuaj në dishezët. Ne kishim ba një stërvitje të jashtëzakonshme, vit sepse u ba konkurrenca e fortë. Gromëllimet dihet se bashim gromëllim, e shifshim formën tonë. Individual si u ban në Tiranë, në të parë 2-3. Por, kur fillun malorët, i stakoshim qiklistët kryesorë se ishin për me fitu vendin e parë se ekip, ne i bishin prapë. Ne i afroshin me makina, ne i shifshim, po e netoj në mu, ja, ju duket ju se e keni nga lodhja. Edhe paria Shkodrës në të kohë u shqetësu si ka mundësi, se e dishin se si ka mundësi Shkodra përshkën ka zdope. Ishte etapa e parafundit. Ishte Korç Durrës. Ardhi paria Shkodrës në të kohë, gjithë në Korç, në thonësia puna, i të regume. Po, thojnë, po sikur në të njekim qiklistat kryesor që mos të bajnë hile, jo a fitoni. Në atë dona, i thamë, e morë me të përgjësi. Pa fillu dishezat e Ploçës. Ju ishet pra vëzhnisë në vendin e dytë, pas Partizalit? Në vendin e dytë me 8 minuta. 8 minuta, bravo. Pa fillu dishezat e Ploçës, organizoj agimi, si me thanet, sprintin me Brahimin e agimi, më dhe djetë se ma la dishezën mu. Për disheza, jemi shkut, vetëm fund dishezë mund të kemi qenë rrëth 2 minuta për para. Si ekip. Pasta e kemi në Durrës, kur kemi mrit Venish, e kemi marrë plus 36 minuta Partizanit, si ekip. Edhe doli mesatarja, a kenë në distancat ma të gjata, 208 kilometra, në anaj gjithë mrapa, vetëm ne kemi ecë, disa momente ka ecë edhe i qiklisti Tiranës, që a kanë plëmsheshi, a kanë edhe i qiklisti mirë. Në kanë nëjë 10 qiklista mrapa pa në qitë rallë, nësë edhe ka dalë shpecia mesatare 20. Për 208 km? 208 km, prej Korçët në Durrës. A kanë një rezultat i jashtëzakonshëm, edhe një kënaqësi i jashtëzakonshme. Ishit vendosur, ishit betuar që do të bëni? Ishim vendosur, o me fitu, o mos më kthyn Shkodër hiç. E kishim vetë. Dhe çfarë ju tha drejtuesit, paria Shkodrës kur mbritën Durrës? Ata u bën tifoza. U bën tifoza me ne, sepse ponën se çfarë gare të bukur bëme, çfarë gare të bukur zhvillume. Në faktikisht, po të shifesh nga lërë këtu qiklizin. Po, shumë kush ka thënë, ja, se në të ko, në kanë njek, për me në njek një mrapa me fjallë, kanë pru taksista, se nuk ka pas makina private në të ko. Edhe taksistat kishin bezdime ardhë me qiklizmin, ata si se njifshin. Sepse s'mund të ndjekë, si të mos në dëshes? Jo, nuk e njifshin qiklizmin, ja, që me bëme një. Po, sa vite me qiklizmin, e shifte se qëfar bukurijet kishte, sepse ekipi Shkodrës ishte nivellet në alta, kërkoshin prapë më ardhë pastaj. Edhe vishin vazhdimisht.
Thotë një si na kanë njek në zbritje të qafton se e kanë më shpeta. Nuk ka mujt me na kap në dishezë. Shumë thuhet se ka shkuar shpejtësia deri në 100 km/h. Ma shumë se 100, por nuk dihet se sa. Shumë shpejt. Dhe me çmendëri i dishezave ishte se kita fili. Patjetër. Për fat mirë asnjëherë s'kam pas probleme, rrugë dihet siç janë kanë atëherë pa pastërtina, vojna makinesh, asfalti shumë i shnërit që më ka kanë se. 100 orë me një disk, një koperton pak milimetre e gjërë. A ke menduar ndonjëherë se çfarë mund ndodh nëse rrezohesh? Ha. Edhe shumë nuk i mendoshim, ja. I kishim mendjen me fitu. nuk e por edhe kishim besim në forca, në teknikën, si më thanë tonë. Pse i pëlqen disheza? Është një aventurë në vete? Më dukte adrenalinë në të kohë, nuk arrisha me më pëlqete shumë. Kush ka qenë rivalet kryesorë të Treshnës Vllaznisë në ato vite? Rivalet kryesore, unë si fillim mund të përmeni Agern Huçi. Agern Huçi kishte kapitenin e Partizanit. Kapiteni i Partizanit. Pavarësisht se kishte privilegje, por ca veti ka pas shumë mira. Sprintera kanë shumë i mirë. Edhe për malore ka kanë shumë i fuqishëm. Sidomos në fillim, sprintet e para. Pastaj nuk e kishte atë rezistencën tonë. Pastaj ardhi, kishte ciklista si zjeta me fjalë, ka kanë një Ligor Qirjazi i Elbasanit, e kanë një maloris shumë i mirë. Por kishte problem pastaj në fushore, në disheza. Po në malora kanë nërë matë mirë të Shqipërinë të kohë. Por që nuk mjafton? Ja, nuk mjafton vetëm malorët, me kanë një fije kompleks. Ishte edhe, në qovë se të kujtohet, ciklisti italian Pantani. Sigurisht. Kanë një malorist e mirë, pa a i në fush në kronometër del të i fundit. Pavarësisht se fitohet shumë malore, diskutohet. Por tashe jeni qenë edhe pjesë kombëtare, sepse Treshja e Vllaznisë, dy tafilët dhe Syka, ka qenë edhe baza kombëtare. E vërtet, shumë shpejt ne na mlodhen kombëtare. Shumë mund të them mas e vitit që morëm me pjesë në rrethsheklisik, ne kemi shkuar në kombëtare. Edhe kemi qenë Treshja kryesore, plus që si të thash përpara ishte baza ekipi kombëtar. Kanë bërë shumë vite edhe nuk kanë arrit asnjëherë me gjetë një ciklist katërt që me na përballu 100 kilometra me punu me ndrrime 8-4. Vazhdimisht kemi punu vetëm në 3. 100 kilometra pa pushu. Sepse nuk e arrishin hapin tonë, shpejtësinë tonë, me majtë tempin. Për të rritur njëjtin ritim. Se ishte shumë e lartë mesatare. Me që përmendet kombëtarët dhe dalit jashtit, aty ka pas diçka në fakt. Biografia keqe nga njëherë ju ka penalizuar? Disa herë na ka penalizuar. Si fillim penalizuar në agimin. Si fillim. Pastaj na penalizuar të dyve, pastaj mu vetën. Është të çuditshme sepse Shkodra e kishte bërë biografinë e mirë, Tirana të mirë, Boshati siç ishte atëherë ishte kryesori në këta zonat kooperativa, se atëherë na kanë katon, si me thonë. Kurse lagja katoni, si që thojnë aty, një kryetar pioni, ai na bën biografinë e keqe, nuk e di pse. Dhe ju kishit në fakt diçka? Po ishte atëherë, kishte ik daja, kishte thy kofinin, por mujtë edhe mos me e përmend. Më duket që ka qenë një moment që Cerem Shaba, sekretari i Federatë Shqiptare të Ciklizmit, ka shkuar deri në ministri, deri në komitet qendror për të thënë ose vinë 3 shkodranet në jashtë Shqipërisë ose nuk e çojë kombëtaren. Po e kishte bazën e kishte tek ne. Pastaj pat me shansin e mirë se atëherë ishte edhe Mo Aslani, Nërhyni,
shpejt me rregullu tha biografinë, se ku deni me shkru tha pak ta. Edhe u rregullu. Thatë në vitin 86 keni sjellë parë medalje nga Turqia për ciklizmin shqiptar. Po në fakt nuk kanë munguar edhe sukseset. Të gjithë mbajnë mend mosha ime, ndoshta edhe më të mëdha sigurisht, një vend i dytë pas Bashkimit Sovjetik me vetëm 2 sekonda keni humbur rrethin e Turqisë. Po. Edhe rrethi i Turqisë ka qenë një nga më të njohurit në ato vite. Po shumë pjesëmarrës, kishte shumë shtete të huaja, kishte po fillume të fitojmë eksperiencë edhe jashtë shtetit, sepse fillimet dihet se gara parë, që morëme pjesë në Greqi për herë të parë, nuk i kishim kushtet. Jo se i kishim shumë më të mira mrapa, por për herë të parë ishim tamam skandaloz me kushtet, sepse furnizimi që kishim ne ishte i 13 vite më parë. Ciklistat që kishin kanë 13 vite më parë ishin gjithë element i shkurt, ne ishim gjatë, fanela leshit, mathje leshit, bicikleta hekrit, ata fanelet na bishin gjithë shpinës, u detyruame me kap me kopse për mos me na dal shpina jashtë. U bëm edhe pak qesharak. Jashtë fillon të qesh, fillon të qesh, se thoshin çanta të pa na kërkojnë buk rrugës. Faktikisht, mas 2 ditë kur e panë se ne kishim një formë në shkëlqyshme, e ndërruan opinionin se pavarësisht të veshja, po panë se ne ishim një ekip shumë i fuqishëm, sepse në malore, nëse ishin 10 vjet, 5 ishin shqiptar. Ishin vetëm fanela Kuqezi, ishte gjë shumë e bukur. Pastaj fillume duke fut në biciklet, me gjithmonë a kanë merita e Qerem Shap, sekretarit federat, se ka da shumë ciklizim, sepse ja kanë cikliz dikur, do të shumë cikliz, por si ti bicikleta për Italijet, jo se ishin të fundit, por për ne ishin shumë të mira. Por gabime ty ne ishte sepse nuk morën bazë materiale, që ti mirëmashin, se bicikleta mund të rëzosh, mund të pëstojnë damtime, disjet, u do të me në rrugë, se nuk kushton pak i biciklet. Atëherë, u mendote se ka paguaj shumë madhe shteti për me marë. Por, u do të edhe pjesë. Në gjithatë, rezultatet ishin, e justifiku me veten. Në kombëtare ishte edhe Huqi, Ferrai, Zaj Çelmeta, pati edhe sportistë të tjera, Albert Çuko ndoshta në raste të caktuara. Po. Pra kishte edhe nga rrethet e tjera kishte sportistë të mirë. Që shtonin rivalitetin. Fillimi me fjalë gjithmonë grumullimi u bë në janar. Për më përgatit për në Parill. Edhe ishin 9 apo 10 sportistë grumulluar për zgjedhjen. Ishim 30 të grumulluar. 30 edhe u seleksionoheshim për çdo muaj, për çdo javë. U bë të garë kontroll. Kush ishte formë të mirë vazhdonte. Edhe 10-3 ja kanë gjithmonë. Por siç ta thash edhe jam kanë pak i përsekutuar me ndonjën, sepse gjithmonë mu veshin konkurrencë, kur e shishin se jam në formë dopt, aty ndërpreshin garat. Nuk e bashin më garat edhe e dashin, si me thanet, kush do shkote jashtë. Po kur e shishin se e kishin interesin si ju dosha, atëherë e vazhdoshin përsëri. Por mund kemë na 2 herë pa dalë jashtë shtetit në gjithë karrierën time. Ta thash një arsye ishte Austria, nuk e mora edhe i rast tjetër. Po gjithmonë konkurrencat i kam pas me këta kryesort, me Agern Huqin, me Selim Çelmetën, me këta që janë kampiona në të kohë. Dhe më thanë që treshe jonë a kanë vetëm me kampionat në konkurrencë. Avantazhi ishte që edhe në kombëtar njëri për trajnerëve ishte edhe i vllaznisë, ose Gani Moriçi ose Rordy Moriçi ishin bashkë me Bilal Akadhiu. Po, sepse atëherë trajnerët u merrshin si mos rezultate. Trajneri i ekipit kampion ishte trajneri i ekipit kombëtar. Si mos rezultate. Po të ishe ekip kampion, edhe trajneri do të ishte patjetër ekipit kombëtar, kështu që
Gania, Rëshdia ka pas, atëherë janë kanë 2 vëllezën të 2 trajnerat mirë. Shumë trajnerat mirë. Por mendoj se Rëshdia kanë më mirë për ciklistat e ri. Kurse Gania ka pas e fije, si me thonë, ma rezultat nga ana ciklistave të vjetër, sepse dite me të rritur. Edhe vazhdimisht ka ba stërvite ciklistave të rritur. Kurse Rëshdia ishte pak sa ma i rrept, si me thonë, po nuk është se gjithmonë do të me kënë rrep me sportistin. Ka nevoj sportisti edhe për i fije relax, ka nevoj edhe për i fije... Gjithsesi mbesin 2 emra shumë nderuar, edhe Ganil dhe Rëshdi Moriqi në mos të harrojmë Fadil Moriqin, pavarësisht se sa kanë trajner, po 4 vjet kampion nuk janë kanë pak. Me qunadem tek trajner që ju ka stërvitur në ato vite, domethënë Ganil dhe Rëshdi Moriqi, 2 emra që i ka dhënë shumë sport ciklizmit në Shkodër dhe në Shqipëri. Vazhdoi kjo karrierë deri në fillimin e viteve 90. Por pastaj u prish. I pari agimi drejt Greqisë, por edhe ju Unë i pare kam lanë në ciklizmi, sepse u detyruar nga arsyet shtatësore. Pata ca probleme shtatësore dhe u shkutan nga sporti. Pastaj u ofrova rreth viteve 2000, që fillova si trajner, pastaj i kanë në Itali. Kurse agimi e vazhdoi karrierën në Greqi, ka pas rezultate në Greqi, agimi. Plus që ka stërvit, ka qitë kampion ati, agimi. Të vazhdo dhe punën, pa tjetër. Kurse edhe Brahimi s'pat shumë me fjallë, edhe Brahimi është pëtëse, me të edhe mo vetëm që pat me bo. Si të ki, vitet bukra? Për mu janë kënë vitet lodhshme, por janë kënë të bukra. Bukra janë kënë, djetë ciklizmi ka lodhe, ka rëzime, ka... se kemi pas edhe rëzime, damtime, pa ja thymje. Kemi pas shkymje mishit, aja për ne ishte bon, si me thonë... Keni qenë vlerësuar nga Shkodër? Nga pushteti, nga njerëzit, nga drejtuesit? Ka shumë njerëz që na kanë vlerësu, me gjithmonë. Për shembull, mu më kujtohet që ka kanë një guzhinjer Pjetër, guzhinjeri Vllaznis. Pjetëri, pa, gjithmonë me edhe drejtuesat, nuk është se... Po i na i date ushqimet, sepse ne vishim gjithmonë të fundit me angër në mendës, po kemi pas ushqimin më të mirë në gjithë sportistët ne, kemi pas kotën e naltë ne, si ciklista, ne treshja. Edhe na i rute ushqimet derisa vishim, me bifteke, na kanë rrit me në ardhë pakat me biftek në Gjirokastër për guzhinjerit. Me taksiha, me trajner, ne ka njësë me çokolata, me... Ata janë kënë atëherë. Duke referuar fotove, kam parë dhe foto që finishi garëve ka ndodhur që është bërë edhe në gjatëndeshje të futbollit. Po, kemi pas disa raste. Për të edhe në shumë vëmendje kur ka pas na e kanë llogaritë që në pushimin e ndeshjes të bëhet e finishin në stadium. Ka pas raste në Tiranë, disa shumë e bukura kanë, shumë gjallë bukur. Po edhe në stadium kemi bën disa gara vazhdimisht. Po, dihet se pista nuk ka kanë shumë e favorshme për me bën gara, po. Cilin konsideroni momentin më të bukur të karrierës tuaj sportive? Momenti më i bukur. Shumë momente ka pas, po ky momenti, si që përmend me parë, Korç Durrësa kanë moment sa i vështirë, sa i rrezikshëm, kanë përfundime kanë shumë i bukur. Po kena pas shumë gara të tilla, kemi pas shumë, më kujtohet edhe në Elbasan ka ndodhur një ta gjë. Korç Elbasan. Edhe aty pat me fitu shumë minuta. Pavarësisht se ishim vend parë, por a kanë po tushe e njëjta tip garet. Arrit me fitu shumë minuta. Plus si pat me dhe rëzime, por ne s'kemi dit me nëj ja urëzume e parim presim kur pa vinë me në dhe ne jemi që direkt në kam,
pavarësisht se kemi pas nështë probleme që na kanë kushtu I fije mrapa. Po, nuk kena metë, si me thonë, nuk ka pas në damtim që me metë për kohën. Momenti me vështirë? Më të vështira, kur kena pas shumë defekte. Ata në kanë momentet vështira, sepse e nishim vetin shumë keq. Mendoje që po humë prej defektit, jo prej aftësive. Po, plus që na vite zorë, ne kemi pas një, si me thonë, kur vishim Shkodër, na vite keq prej tifozave, se ata nuk e dishin se si mund t'i kem pas punë, po ata shifshin rezultatin. Edhe vishim edhe me kryullt, me thonë drejten, kur humshim. Ne kanë shumë meseder, shumë... Na vite edhe me qapë. Ashtë ishte? Ndonjëherë kur gjërë nuk shkurën mirë edhe ndoshta të nesmen edhe nuk dilnin fare në Shkodër. Jo nesër, po këna me javë, pa delshim në po, mas mo pafat në për. Sepse gjithë na shirë hama, hum t'jo hama që pse mos fitu, pse na vite edhe zori. Keni pas një tifoz të veçantë që ndoshta ka mbaruar mas jush? Shumë ka pas, po në moj mënë, si ka pas Dik Murati, ka kanë shumë tifozi mirë, po ka pas tifoza shumë ka pas Shkodra, nuk I moj mënë sepse ne kishim, do shim me iksa ma shpet me pushu, se vishim të lodhe, vishim me djerë, se me nështë adhe rrugët asfalti, nuk ka kanë shumë I pasër, kur kishtë shi, nuk o njifshim ftyrë. Kam dhe ca foto që do t'i prezentojmë, këtë për t'i parë, kanë për t'i parë dhe njerëzit me I fjallë. A kanë, jo si sot janë asfaltet e pasë ata. Nuk bëhet muaj aja tip garet. Sa I kam shtetur pjesa tjetër e familjes? Sepse besojnë në familjen Tafili është folur vetëm për qiklizëm. Po, mbështetje e madhe ka qenë sepse familja u detyrote dihet se kushtet atëherë nuk janë kënë si që janë sot, sidomos mas viteve 7-6 si filloi kriza ekonomike në Shqipëri, si që din tanë shqiptarët, edhe për sportin a kanë krizë, sepse por u detyroshin, si me thanë, me në daj fje racionin më të mandi, me sakrifiku ata për ne. Në kulmin e formës tuaj në to vitet 80, besoj që stërviti ka qenë shumë e fortë. Sa kilometra keni pas duket edhe disa llogari për kilometrat që keni përshkuar gjatë gjithë vitit? Ne kemi bërë rreth 10.000-15.000 kilometra stërvitje për rreth ciklistik. Po në total për gjithë vitin? Për vitin e ka shkullu 30.000, edhe ma shumë. Tamam, nuk më kujtohet, për shumë kemi bërë, kemi bërë dhe gara, kemi bërë, vetëm e rreth ciklistik ka pas rreth 1.200 km. Plus, si nësë kena bërë rreth ciklistik, në kena bërë gara e shtetit, plus, nësë kemi pushu, ditën e pushimit kena bërë 60 km. Ditë dile, kur në shifshin njerëzit të shku stërvitis, në thënë, ku pa shkoni mu? Bëni më pushimi herë. Kur bënë 10.000 km tek makina dhe ndrodhët voje, filtrat e gjitha, por tek ju ka qenë vështirë. Atëherë, fillimet janë shumë vështira, thamë dajten, kur më kujtohet me të rritë me Brahimin një rast, nga që kishim ego të fort, morë me iniciativë të dy, shku me gati në Borrell, me bicikleta Velamos, kur u këthyme, unë nalë me në boshat të I furbukit, edhe të kena hangër për këllamo që në aknaqë. Nga lodhi. Por nga lodhi. Edhe u qeshin edhe fortarë, s'kishin pa në herë që urijet. Gjatë karrierës tuaj keni marrë çmimin mjesht të sportit, që ka qenë një nga çmimet më të njohura në aspektin sportiv. Në vitin 85, unë Ibrahimi u ndërruar me çmimin. Pra keni marrë shumë herë, vetëm 22 vjeç I ndërruar me çmimin mjesht të sportit. Agimi mjeshtër emeritum, në morë me mjeshtër sportit, edhe në të kohë arrit me edhe për mjeshtër emeritum. Kemi marrë tituj kështu, kemi marrë pjesë në 2 Spartakiadat që fitu me medaljarit. 84-89. Po.
Në lojnat e mëzdhët, që fitu me vend mirë si ekip, po arsi se bicikletat si ishin për me ba ekipore, po u do me vend 5 me sa di, në gjithë shtetet. Pastaj, 10 garat që kena ba në Greci në Turqia në kënë shumë rezultative, kemi zanë venda në erit vende. Nërë 150 qiklista, ne jemi kënë nërë 10 më të mirë, nërë 20 më të mirë, vazhdimisht. Ndërkohë, për çmimet, nderimet, pas lënies së sportit, keni harruar apo vetëm pak ditë më parë morët një çmim nga Komiteti Olimpik, urdhën olimpik, një ceremoni që është zhvilluar në Ishte një kënaqësi e veçantë, kam drejtën sepse shumë vite pa u përmend, shumë vite pavarësisht se ne rrugës kena has tifoza, kena has njerëz se që jeni edhe jo për shembull gazetarët që ne na kanë dashur gjithmonë, i përmendin shpesh rezultatet tona, thojnë koha ju nuk kthehet më njëna tjetra. Por nuk, si më thonë, mendoj se si na vlerësu sa duhet, sepse duhet që thamun, të ishim kënë me një ekip Tiranës. Do kishim marrë shumë lira. Do të ishim kënë, se me zanë vend parë 2-3, si që thash edhe më parë. Ata përmenin Bilal Agalliun se ka fitu 11 rrethe, po Bilal Agalliun kishte Mazvedit. Plus si mërte qiklistën nga gjithë Shqipëria, trajner ishte vetë, i komandote vetë, bazën materiale mërte furnizim nga ushtria e nga federata. Si që mërshën gjithmonë edhe ekipi Partizanit e i Dinamos, që ne ishim gjithmonë mangët me bazë materiale, dieta, japun. Federata ne jepte me pakicë. Aty ne jepte federata, jepte maksimumin, plus jepte edhe ushtria. Në arrit me pa bicikleta kineze, si nësi kishim pa kur, ekipit Partizanit, bicikleta kineze moderne, për ciklizm, ne jesim me favorita. Me gjithate, dihet se kemi pas rezultatet shumë më të larta dhe vetëm defektet, si të thash, na kanë shkut. Keni përmendur në misionit 3 vite si trajner. Atëherë fillova si trajner me... Ju pëlqej apo u mërzite shpejt? Ja, më pëlqej, por u mërzita sepse dosha me fitu edhe kisha nevoj dikush me më përkrah nga ana materiale ma shumë. Nuk kishim anën materiale, nuk kishim anën ekonomike, shkote ora 2 natës të u marrë me bicikleta, por nuk ishin bicikleta. Me thanë biciklet për ciklizm, ishin bicikletat bleme në treg. Të përshtatëra për gara. E ishin bicikletat ndryshme që s'mushe me marrë një pjesë për njënës me jamu tjetës, nuk u kombinote. S'kisha se si me jabon. Po më mërë mendja dhe sot vazhda në jazjamja. Besoj që aty afër, pavarësisht janë kanë ndryshuar disa gjëra, por në fakt sot kanë ndryshuar imazhi. Ka ardhur Giro Italisë në Shqipëri, rreth i çlizit i Shqipërisë zhvillohet me ekipe të huaja, por në fakt sporti i ciklizmit nuk ka me sot mes po bisedosha me trajnerin e Vllaznisë Lart Kolën dhe më shpjegoi çik situatën, me sa pash situata është e njëjta. Mund të ketë ndonjë privilegj i çik më të madh, por po s'patë një sponsor. Mendoj se nuk është e keqe që një sponsor të japin diçka për sportin, sepse sporti ndoshta ati sot nuk i vlen, por nesër ndoshta i nip ai diçka i tij ka për t'ja nisi, me thonë këtë se sporti ka pas nivelet në alta në Shkodër, jo vetëm ciklizmi. Gjitha sportet, mundja, basketbolli, volejbolli, peshngritja, noti, alpinizmi, çdo sport në Shkodër ka pas rezultat, nuk ka mua elementi. Pavarësisht se vazhdimisht elementet e mira i merrte pastaj Partizani. Edhe e dobësote ekipin e Shkodrës, po Shkodra ka prodhuar gjithmonë. Pse Shkodra mos më vazhdu traditën e ciklizmit prap? Çka ka? Nuk i kushton kurrë çdo biznesmen nga pak, ashtu me thonë trajneri s'kam laf me njek sportistat.
Me këtë gjendje e rrugët si asët a vështirë, unë si kam eksperiencë të madhe në bicikletë, unë kam frikë me dalë në rrugë me bicikletë. Unë ruhem, pas smërën e tjetër i mu. Atër trajnjeri që ka me bo? Kur e dim se na kena hum një trajnjer. Pikërisht stërvitje. Në stërvitje. Edhe vjen keq e ngushlejve, për i mëndë familjen e tyne, se ka një tragedi. Shpresoj se kanë me vu dorën, shpresoj se Shkodra si kanë mungu tifozat, po të mendojnë i fije dhe për sportin, sepse jo vetëm spektaklet gjithmonë. Kemi qef për pa spektakle. Të bukra janë, këngëtare, çdo spektakl, po ama edhe sporti është i bukur. Ciklizmin Shkodër njeket. Po të ketë Shkodra ciklizm, ma merr mendja edhe me baj pjesë ciklizmi nuk ka që di. Në Shkodër. Dhe t'ishte shumë gjatë bukur, dhe t'i shifshe gjithë rinin duke parë, ja, to s'jallë rrugë, po në qo se ka i garë ciklizmit, vine shojnë i garë ciklizmit e knasin. Ose një basketball, ose një volejball, ose një diçat të këndshme. Edhe marrin edhe pasion vetë, duke parë. Ashtu e morë me pasionin, duke parë tjertë. E morë me pasionin. Mendoj edhe shpresoj. Që dikush ka për të. Së Kytafili, për 15 vite gati keni qenë pjesë e vllaznisë. Sa e rëndësishëm ka qenë ky emër për ju? Vllaznia është një emër shumë i madh. Edhe jam shumë i lumtur se jam kënë pjesë e si kam lënë këtë vend. E si jam shkodran në rallë parë, e si jam kënë pjesë e ekipit më të famshëm në Evropë. Është ekipi i tretë në Evropë, si abarrathi ciklistik. Dhe i pari për amator. E i pari për amator. Imagjino tash. Dhe ka ndodhur 100 vite përpara datës së sotme. Bravo. Është tërp si Shkodrën me Elon Mazdoret, u bë 100 vjetori, pas ca fotografit, pas që nuk i përkishin Shkodrës hiç, se Shkodra ka pas qa me zjarë. E duhet me bë një muzeum veç Shkodra, edhe me mbledh gjithë materialet, gjithë rezultatet, edhe me i bë njerëzit e Shkodrës, sidomos që t'i shohin, e t'i njohin njerëzit e vetë. Dhe në fakt, ju njohin, edhe Ibrahim Sykën dhe Agim Tafilin, sepse keni bërë shumë për këtë qytet. Pavarësisht, na njohin, as diskutohet, por ama kur kanë qef edhe diqa me pa. Edhe brezët e ri, natyrisht, duhet karenohen me ato çfarë keni, duke i parë fotografi, duke parë diçka tjetër, duhet karenohen me ato çfarë keni arritur ju. Mu më kujtohet, mase fillova më ba i fije njoftën, po Agimi ishte i njoftën shumë. Shumë kush thote, jam të jetë si Agim Tafili. Du më ba si Agim Tafili. I nisha rrugë, sa këpten. Bele potencit edhe një barcalet, që ma shpet shkën Agimi në biciklet se treni, në Tiranë. Se treni djetë se atëherë ka vanu me shkën në Tiranë. Ne bëshëm ma shpet, për imam, kohën, ma shpet të shkën Agim Tafili me biciklet se shkën në treni. Dhe kjo mjafton për të kuptuar se çfarë keni bërë ju. Po. Së Kytafili, ishte kënaqësi për gati 1 orë në këtë bisedë, kemi kujtuar, besoj, shumë gjëra nga karriera juaj, por edhe e 2 kolegëve tuaj, të ndjerit Agim Tafili dhe Ibrahim Sykës, sepse keni qenë edhe 2 trajnerë të rëndësishëm. 3 trajnerë me gjithë Fuatin. Por besoj që keni lënë gjurmë me rezultatet, me sukseset, sepse keni bërë nder Shkodrës dhe Shqipërisë. Gjergjon, përgëzaj me gjithë zemër, sepse ti ke qenë vazhdimisht prezent edhe vazhdimisht ke dhënë edhe tjetë sakrificën tënde për ciklizmin. Ti ke qenë vazhdimisht edhe jo si gazetar, po je kënë taman, si me thonë, ka herë ke dhënë edhe ndihmë morale. Kështu që të përgëzaj edhe të falenderoj që për ftesën që mbane. Është kënaqësi të ju kemi në studio.
Të nderuar shikuesi, ishim në këtë emision 57 podcastit ton me një nga kampionet e mëdhenj të ciklizmit shkodran dhe shqiptar të vitit, 10 syt Kitafili. Do të takohemi sërish në emisione të tjera. Natën e mirë.